إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد Gjithë falënderimet dhe lavdërimet I takojnë Allahu xhalla xhelaluhu, vetëm ata falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë, kurse salavatet dhe selamet në këtë ditë madhështore I përcjellim profetit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë ata të cilët pasojnë rrugët e tyre me të mirë deri në ditën e gjykimit. Të dashur vëllezër musliman, është një vepër e besimtarit që është nga besimi praktik, e cila llogaritet nga veprat më ofruese te Allahu xhalla xhelaluhu dhe është nga ato veprat në të cilat është më të pranuara thuajse te Allahu xhalla xhelaluhu dhe që të ngrihet te Allahu xhalla xhelaluhu, gjithashtu nga adhurimet më fisnike në të cilën për ta erdhen argumente të shumta nga Kurani Allahu xhalla xhelaluhu dhe nga hadithet e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, në të cilët na tregojnë dhe na informojnë për shpërblimin e madh të kësaj vepre kushdo I cili ato e vepron, apo kushdo I cili cilësohet dhe karakterizohet me këtë vepër, në to premtim të madh dhe lavdërim të madh për ata të cilët do ta veprojnë këtë vepër, edhe premtim I madh për shpërblimin e madh për ata të cilët do të marrin pjesë në këtë vepër. E padyshim se kjo vepër e cila është nga besimi praktik I besimtarit është sadakaja dhe lëmosha, në të cilën argumente të shumta nuk dim ndoshta ndonjëra nga këto veprat në të cilat përfshihen në to si vepër që kanë ardhur argumente dhe ajete aq shumë në Kur'an për këtë vepër dhe hadithe aq të shumta në këtë vepër dhe fjalë të dietarëve dhe vepra të sahabeve të mëdhaja për këtë vepër të madhe e cila është sadaka dhënia dhe lëmosha, shpenzimi në rrugën e Allahut xhalla xhelaluhu. Saqë Allahu xhalla xhelaluhu në Kur'an o vëllezër tha alladhina yunfiquna amwalahum bil-lejli wan-nahari sirran wa alaniya falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun. Allahu xhalla xhelaluhu sa ju përket atyre të cilët shpenzojnë natën dhe ditën për hir të Allahut xhalla xhelaluhu dhe japin natën dhe ditën, fshehurazi dhe haptazi, tha ato do të kenë shpërblimin e madh te Zoti I tyre dhe ata nuk do të kenë ditën e gjykimit as pikëllim e as ndonjë frikë nga dita më e vështirë e ditës së gjykimit. E mu përat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur na lajmëroi pranë hadithin në të cilën jemi shpjegim e sipër, pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e tregoi si vepra më e madhe në të cilën do të jetë shkak që do ta strehon në hijen e arshit të gjithëmëshirshmit në ditën e gjykimit, pra është I gjashti ai burri I cili jep sadaka, jep lëmosh dhe ai kur e jep ato e fsheh ato derisa nuk e din e majtë e ati se çka dhënë e djathtë e ati. Hadithe të shumta dhe ajete të shumta o vëllezër. Nëse flasmi dhe në vijim do të shikojmë se sa ajete të shumta të cilët Allahu xhalla xhelalu I ka sjellën në Kur'an për këtë vepër të madhe. Përderisa njeriu gjithherë nga kjo vepër, nga dorëdhënia që ta
liron dorën e tij, të jep në rrugën e krijuesit të tij, e të jep lëmosh për hir të Allahut xhel xhelalu, gjithherë pretin një rezultat dhe në to shejtani ja vështirëson sa herë. Kur vjen puna për me dhon dhe për me ndihmuar dikuja, ndonjë të varfërit, ndonjë skamorit ose dikush i cili është në nevojë, gjithherë në to ndalet dora dhe shtrëngohet. A kurse Allahu xhel xhelalu në Kur'an qartë në ka lajmëruar kur tha wa ma tunfiqu min shay'in fa inna Allaha bihi alim. Nuk ka diçka ju të cilën e shpenzoni, çka do që t'jepni veçse Allahu është i dishmi për ato, i gjithdijshmi për të. Allahu e din atë që cilën ti e jep. Kja ajo pak apo kja ajo shumë, çdo sent të cilën e jep për hir të Allahut xhel xhelalu, Allahu xhel xhelalu është ai i cili do ta kompenzon ato. Këtë dhakit garancion Allahu xhel xhelalu kur tha wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu. Nuk ka diçka që ju jepni dhe shpenzoni por hir të Allahu xhel xhelalu, veçse Allahu xhel xhelalu është ai i cili do ta kompenzon atë të cilën ti e ke dhëruar me shumë fish edhe me vlera shumë të mëdha dhe me shpërblim shumë të madh. Derisa o vëllezër për shkak teksteve të Kur'anit të mëdha në vlerën e kësaj vepre, e cila është vepër e besimit praktik të çdo besimtari, janë aq shumë të mëdha dhe të shumta saqë kjo fjalë lëmosh pra sadakaja ka përfshirë në Kur'an në shumë vende dhe ato e cila është pra sadakaja që ka të bëje me zeqatin që është farz dhe është obligative dhe ato e cila është nafile, kur Allahu xhel xhelaluhu na tregon se është vepër aq e madhe dhe është pastruese dhe ngritse në grada të larta, tha Allahu xhel xhelaluhu në Kur'an khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alejhim. Tha Allahu xhel xhelaluhu merr nga pasuria e tyre. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e urdhënon me këtë urdhën, duke i thonë merr nga pasuria e muslimanëve, duke marrur atyre një hise, një pjesë sadaka, e cila çka është ajo? Tha është pastrim për ta. Tutahhiruhum, ja u pastron pasurinë e tyre me sadakan në të cilën e jep o vëllezër, edhe pse të shtrëngohet dora por ti pastron pasurinë tënde. Në atë zeqatin të cilën e ki obligative që të japish pasurisë tënde, ti e ke pastruar pasurinë tënde dhe ke ngritur gradat e tua lartë. E mu për atë vëllezër Allahu xhel xhelalu na porosit pra me këtë çështje që na të jemi shumë të kujdesshëm edhe të garojmë që mos na ik kjo falje e madhe në të cilën e ka përgatitur Allahu xhel xhelalu për këta burra që do të kenë këto cilësi, ka përgatitur Allahu xhel xhelalu tha xhennet ku gjerësia e tij është sa qiejt edhe toka. Tha Allahu xhel xhelalu në Kur'an wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardi as-sama'i wal ard. Apo wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Tha Allahu xhel xhelalu shpejtonin faljet Allahu xhel xhelalu. Kënaqësitë Allahu xhel xhelalu për të arritur faljen dhe kënaqësinë Allahu xhel xhelalu dhe për në xhenetin që e ka përgatitur Allahu xhel xhelalu për disa njerëz të veçantë, gjerësia e tij sa qiejt e toka, gjerësia e madhe e vlerës së madhe të këtij xheneti, kushdo i cili dëshiron ta fiton këtë xhenet, për kanë është përgatitur, tha Allahu xhel xhelalu uiddat lil muttaqin. Është përgatitur për disa të cilët janë të devotshëm. Janë njerëz të veçantë për ata të devotshmit. Por ato kanë cilësi, tha alladhina yunfiquna amwalahum fi sirri, ato të cilët janë të cilët e japin pasurinë e tyre. Fi sarra'i wad darra, e japin kur janë mirë dhe japin kur janë vështirë. Nuk presin që ato të japin sadaka veç kur kanë shumë dhe me bollok. Kur të ka shumë nxjerr pak, hajt se diçka, berem të japim diçka. Po këto janë ato burrat të cilët edhe kur nuk kanë, në momentin e nevojës ato japin përsëri. Po këto janë ato burrat të cilët i livderoj Allahu xhel xhelalu dhe i livderoj pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam. Lutim Allahu xhel xhelalu që të na bën nga kjo palë dhe të kemi nga këto cilësi. Wa qulu qawli hadha astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi al-ali al-a'la wa salatu wa salamu ala an-nabi al-mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjihi wa qatafa wa ba'd. Të dashur vëllezër musliman, nëse meditojmë rreth ajetit të Allahu xhel xhelaluhu në të cilën përgatiti dhe e dha këtë premtim që ka përgatitur për to xhennet, gjerësia e së cilës është qielli dhe tokë,
me të cilën Allahu xhël xhelaluhu e dha këtë premtim për burrat të cilët janë të veçantë, të cilët e kanë këtë vepër të veçantë, jo çdo kush që mund të cilësohet pra me këtë cilësi e cila është e vështirë. Allahu xhël xhelaluhu radhiti disa lavdërata për këto burra në Kur'an. Në të gjithë e dimi surën apo fillimin e surës Baqara, në të cilën i lexojmë dhe i recitojmë të ajete shumë, por a thua çka ka radhitur Allahu xhël xhelaluhu në ato ajete? Kam dëshirë se cili prej nesh e të shikojmë se çfarë cilësish dhe çfarë karakteristikash kanë këto njerëz të cilët Allahu i ka vendosur dhe i livdroi këto burra për këtë përgatitje të madhe. Allahu xhël xhelaluhu në fillim të kësaj sure kur tha Alif Lam Mim, "Dhalikal kitabu la rayba fi hudan lil muttaqin." Allahu xhël xhelaluhu tha ky është libri që nuk ka të fare dyshim dhe ky është libri që është udhëzues për të devotshmit. Ata të cilët marrin udhëzim, marrin mësim nga ky Kur'an. Po çfarë cilësish kanë ja Rabb? Tha Allahu xhël xhelaluhu alladhina yu'minuna bil ghaib. Kto besojnë në fshehtësi. Atë që ka premtuar Allahu, kto e besojnë. Allahu xhël xhelaluhu ka premtuar se ta shumë fishon dhe Allahu xhël xhelaluhu ta kthen dhe ta jep shpërblimin e madh dhe ka përgatitur shpërblim. E besojnë dhe e bëjnë veprën kryesore e cila është shkak i shpëtimit të tyre. Tha Allahu xhël xhelaluhu alladhina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Këta janë ato burra të cilët besojnë fshehtën, të cilin i lajmëroi Allahu dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Këto janë ato burra të cilët besojnë se një ditë do të dalin para Allahut xhël xhelaluhu, dhe këto janë burra të cilët falin namazin për shkak se e dinë se me atë namaz një ditë do shpëtojnë te Allahu xhël xhelaluhu dhe e dinë se këtë pasuri që ja ka dhuruar Allahu xhël xhelaluhu dhe këto japin nga ajo që ja ka dhuruar Allahu xhël xhelaluhu. Allahu tha wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nga ajo që na i furnizuam, ato japin. Na ja u dhurua pasuria dhe malli i Allahu xhël xhelaluhu. Gjithashtu Allahu xhël xhelaluhu tregoi në surën Al-Anfal se këto janë besimtarët e vërtetë të cilët i llogariti Allahu xhël xhelaluhu, që e kanë këtë cilësi kur tha innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tha Allahu xhël xhelaluhu sa i përket besimtarëve të vërtetë, janë ata të cilët kur ju recitohen dhe kur ju lexohen ajetet e Allahut, ju rrënqethet zemra. Na për fat keq, i ndëgjojmë ajetet e Allahut për vlerësim, i ndëgjojmë ajetet e Allahut xhël xhelaluhu për veprim, ta falësh namazin, ndikim fare. Ndëgjojmë ajetet e Allahut dhe fjalët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam për shpenzim, për sëri ndikim te na fare. Allahu xhël xhelaluhu na tregoi o vëllezër, nëse dëshiron të karakterizohesh me këtë karakteristikë, që të llogaritesh besimtar i vërtet, kur ti ndëgjesh argumentet, shti ato në praktik, futi ato në praktik. Ke ndëgjuar se ka vlerë, mundohet të marrësh pjesë bashku me atë që jep. Nëse ke ndëgjuar se është vepër, mundohet të marrësh pjesë bashku me ata të cilët falen, ashtu që të marrësh pjesë në këtë cilësim që Allahu xhël xhelaluhu tha, këto janë ato burra të cilët alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. E falin namazin dhe nga ajo që ju kemi dhënë ato japin. Pastaj i llogariti Allahu xhël xhelaluhu besimtar të vërtetë duke thonë ulaika humul mu'minuna haqqan. Këto janë besimtarët e vërtetë. Të gjithë kemi qef ta livdrojmë njëri tjetrin. Filani besimtar i mirë, filani në xhenet do të shkon, ky tjetri do të fiton. O vëllezër, besimtari i mirë është ky që Allahu e ka livdruar. Të bëhemi nga ky që Allahu e ka livdruar. Dhe tha ulaika humul mu'minuna haqqan. Këto janë besimtarët e vërtetë, që falin namazin dhe japin lëmosh nga ajo që ju ka dhuruar Allahu xhël xhelaluhu, nga ajo që i ka furnizuar Allahu xhël xhelaluhu. Lusim Allahun xhël xhelaluhu që Allahu të na bën nga këto burra e të karakterizohemi me këtë karakteristikë e që të arrijmë një shpërblimin e madh të Allahut xhël xhelaluhu. Wa aqulu qawli hadha astaghfirullaha li wa lakum wa aqimus salat.